Komentimi përsosur i Kuranit, Gjuzi 30. Sure El Kafirun, zbritur në Mekë ajeti 6. Përmbajtja e sures El Kafirun. Kjo sure ka zbritur në Mekë, përmbajtja e saj është dëshmi e qartë për vendezbritjen e sures. Kur të flasim për shkakun e zbritjes së kësaj sureje, do të shikojmë disa arsyetime të tjera që vërtetojnë se kjo sure është mekase, pavarësisht se disa thonë se është medinase. Vetë melodia e sures tregon se kur kjo sure ka zbritur, myslimanët kanë qenë pakic, kurse qafirët shumic. Profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, ishte në vështirësi të madhe për shkak të tyre, sepse ata me kokë fortësinë e tyre dëshironin të tërhiqnin profetin Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, drejt shirkut, por profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, vazhdimisht I kthente ata duar bosh. Ata nuk patën më shpresë sepse profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, nuk u ngatrua kurrë me ta. E gjitha kjo është një detyrë që myslimanët të mësojnë se në asnjë rast të mos bien dakord me armikun për sa I përket fesë dhe Islamit. Sa herë që ata të kërkojnë këtë gjë, t'i lënë pa shpresë, jo më kot në këtë sure është cituar 2 herë, unë nuk aduroj çfarë ju aduroni, për t'i zhgënjur e për t'i lënë të pa shpresë ata. Gjithashtu është cituar 2 herë, as ju nuk do t'jeni adhurues të atij që unë adhuroj, për të treguar kokëfortësinë e tyre. Përfundimi del, ju keni fen tuaj ndërsa unë kam fen time. Unë dhe feja ime tauhidi, ju dhe feja juaj e prishur idhujtaria. Mirësitë e leximit të sures El Kafirun. Janë transmetuar hadithe të shumta për mirësitë e leximit të kësaj sureje, të cilat tregojnë rëndësinë e jashtëzakonshme të saj. Në një hadith të profetit Muhammed, paqja e bekimi I Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, thuhet: ai që e lexon surën El Kafirun është sikur ka lexuar një çerek të Kuranit dhe shejtani largohet prej tij, pastrohet prej shirkut dhe do të jetë I sigurt në ditën e Kiametit. Përshkrimi me një çerek të Kuranit ndoshta është për shkak se 1/4 e Kuranit flet për luftën kundër shirkut dhe idhujve, sikurse dhe e dim, shirku është mjeti më I rëndësishëm që ka shejtani, edhe shpëtimi në ditën e Kiametit është te grupi që ka mohuar shirkun. Në një hadith tjetër të profetit Muhammed, paqja e bekimi I Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, lexojmë se një burr u afrua pranë tij dhe tha: o I dërguari I Allahut, kam ardhur të më mësosh ndonjë gjë që ta lexoj në kohën e gjumit. I dërguari I Allahut tha: në kohën që shtrihesh për të fjetur, lexo surën El Kafirun, më pas fli, kjo sure të largon nga shirku. Në një transmetim tjetër lexojmë se profeti Muhammed, paqja e bekimi I Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, I thot Xhabir ibn Mutemit kur udhëton, dëshiron të jesh prej më të mirëve të shokëve për nga ana e të veshurit, po tu bëfsha kurban, o I dërguari I Allahut, I tha ai. Lexo këto 5 sure: El Kafirun, Fath, Asr, El Falaq dhe En-Nas. Leximin tënd nise me Bismillahirrahmanirrahim, I tha profeti Muhammed, paqja e bekimi I Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Në një hadith të Imam Sadikut, paqja e Zotit qoftë mbi të, lexojmë: babai thoshte se surja El Kafirun është një çerek prej Kuranit. Kur mbaronte së lexuari këtë sure, thoshte: unë adhuroj vetëm Allahun, unë adhuroj vetëm Allahun. Ajetet nga 1 deri te ajeti 6. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abidun ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abidun ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit, thuaj: o ju mos besimtar, unë nuk adhuroj çfarë ju adhuroni, dhe ju nuk jeni adhurues të atij që unë adhuroj. Unë nuk do të jem kurrë adhurues I atyre që ju I adhuroni, dhe as ju nuk do të jeni adhurues të atij që unë adhuroj. Ju keni fen tuaj, ndërsa unë kam fen time. Shkaku I zbritjes. Në transmetime të ndryshme lexojmë se kjo sure ka zbritur për një grup njerëzish nga më të mëdhenjtë e Kurejshve, sikurse Walid ibn Mughira, El-As ibn Waili, Harith ibn Qaisi, Umayya ibn Khalafi e të tjerë. Ata I thanë profetit Muhammed, paqja e bekimi I Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij: o Muhammed, ti ndiq fen ton dhe ne ndjekim fen tënd dhe ty do të kemi ortak. Një vit ti adhuro zotat tanë dhe një vit ne do të adhurojmë Zotin tënd. Nëse feja jote do të jetë më e mirë, ne do të përzgjedhim fen tënde, po nëse feja jon do të jetë më e mirë, do të përfitosh prej saj.
I mbështetem Allahut, unë nuk i shoqëroj kënd, u tha profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Të paktën ta adurosh disa prej zotave tan dhe ne do ta adurojmë Zotin tënd, than ata. Unë jam në pritje të urdhit të Allahut, thot profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Në këtë kohë zbret surja Al-Kafirun, profeti nderuar erdhi në xhami, ndërkohë që një grup prej kurejshëve kishte ardhur aty. Profeti nderuar e lexoi surën deri në fund dhe kur ata e dëgjuan këtë mesazh u zhgënjyen dhe filluan ta mërzisin profetin Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij dhe shokët e tij. Komentimi. 3 ajetet e para të kësaj sureje thonë, thuaj o ju mos besimtar, unë nuk adhuroj çfarë ju adhuroni dhe ju nuk jeni adhurues të atij që unë adhuroj. Në këtë mënyrë bëhet ndarja e plot prej tyre. Unë kurrë nuk do të jem adhurues i idhujve, edhe ju me këtë kokë fortësi që keni dhe me ndjekjen tuaj të verbër të idhujve kurrë nuk do të bëheni adhurues të një Zoti. Për t'i lënë të pashpres idhujtarët, edhe një herë shton, unë nuk do të jem kurrë adhurues i atyre që ju e adhuroni, dhe as ju nuk do të jeni adhurues të atij që unë adhuroj, ju keni fen tuaj, ndërsa unë kam fen time. Shumë komentues janë të mendimit se thirrja në këto ajete u drejtohet jo besimtarve. Në këtë rast është një grup i veçantë prej të mëdhenjve të Mekës, sepse fjala kafirun i është ngjitur elifi dhe lami, andaj është në numrin njëjës. Mundet që arsyetimi i tyre për këtë çështje duke shtuar edhe atë çka u tha për shkakun e zbritjes të jetë kështu, sepse shumë prej tyre si përfundim besuan. Fjalia e profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, unë nuk do të jem kurrë adhurues i atyre që ju i adhuroni dhe as ju nuk do të jeni adhurues të atij që unë adhuroj, u adresohet kurejshëve që kurrë nuk besuan, ata deri në fund të jetës së tyre qëndruan jo besimtar, pas çlirimit të Mekës, shumë jo besimtar u bën besimtar dhe u futën në fe grupe. Hulumtime. 1. Përse surja ka nisur me urdhrin thuaj, a nuk do t'ishte më mirë që të fillonte o ju jo besimtar, pa thënë thuaj. Me fjalë të tjera, profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, patjetër duhet të zbatoj urdhrin e Allahut dhe atyre t'u lexonte fjalin o ju jo besimtar dhe të mos e përsëriste përsëri fjalën thuaj. Përgjigjja e kësaj pyetjeje është e qartë në përputhje me përmbajtjen e surës, sepse jo besimtarët arabë ftuan profetin Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, që të binte dakord me idhujt dhe ai duhet ta mohonte këtë çështje. Nëse do të përdorej fjala kul, thuaj, atëherë do të ishte fjala e Allahut. Në këtë rast ajeti nuk do të kishte kuptim, unë nuk adhuroj atë çka ju adhuroni, edhe ajetet e tjera me radhë nuk do të kishin asnjë kuptim. E thënë ndryshe, fjala kul është në mesazhin e Xhibrilit nga ana e Zotit. Profeti e ka për detyrë ta ruaj me kujdes atë çka i shpall Allahu në Kur'an dhe ta transmetoj për të tjerët në të njëjtën mënyrë. Kjo gjë tregon që Xhibraili dhe profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, nuk kanë ndryshuar edhe gjën më të vogël. Gjithashtu tregon se që të dy janë të besueshëm dhe urdhrin e Allahut e dëgjojnë dhe e zbatojnë. Në ajetin 15 të surës Yunus lexojmë, e kur u lexohen shpalljet tona të qarta, atëherë ata që nuk shpresojnë se do të dalin para nesh thonë, na sill ndonjë Kur'an tjetër ose ndroja atë, thuaj o Muhammed, është e pamundur ta ndroj unë atë nga ana ime, unë shkoj vetëm pas asaj që më është shpallur, unë ndruaj nëse e kundërshtoj Zotin tim dënimin e ditës së madhe. 2. A mos vallë idhujtarët ishin mohues të Zotit? Ne dimë se idhujtarët nuk e kanë mohuar asnjëherë Zotin dhe sipas ajetit, nëse ata i pyet se kush është krijuesi i qiejve dhe i tokës, ata thonë Zoti. Në ajetin 25 të surës Luqman lexojmë, nëse ti o Muhamedi pyet ata kush i ka krijuar qiejt dhe tokën, me siguri që do thonë Allahu, atëherë ti thuaju, qoftë lavdëruar Allahu, por shumica e tyre nuk dinë. Atëherë si ka mundësi që në këtë sure thot as unë nuk adhuroj adhuruesin tuaj dhe as ju adhuruesin tim? Përgjigjja e kësaj pyetje është e qartë, sepse nuk bëhet fjalë për krijuesin, por për adhurimin. Idhujtarët e pranojnë krijuesin e kësaj bote, por ata besojnë se duhet të adhurohen idhujt që të jenë ndërmjetës ndërmjet tyre dhe Zotit, ose thonë se nuk kanë mundësi të adhurojnë Zotin, por duhet të adhurojnë idhujt që kanë ndërtuar. Edhe Kurani merr lapsin e kuq dhe u tërheq vizën atyre, duke thënë se adhurimi duhet jetë vetëm për Zotin dhe jo për të dy. Ndërsa përsa i përket shkakut të mohimit të idhujve nga ana e profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij dhe mohimit të adhurimit të Zotit nga ana e jo besimtarëve ka shumë për të thënë. Disa janë të mendimit se theksimi dhe përsëritja e këtyre ajeteve është për t'i zhgënjur jo besimtarët të ndaj rrugën e tyre nga rruga e fesë islame dhe të vërtetojë se nuk ka mirë kuptim midis tauhidit, njëshmërisë së Zotit dhe shirkut, shoqërimit shok të Allahut. Me fjalë të tjera, ata po këmbgulnin që profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, të shkonte pas tyre. Këtë gjë ata e përsëritën disa herë, edhe Kurani bëri të njëjtën gjë.
3. Përse kjo përsëritje ajeteve? Në një hadith thuhet se Abu Shakir Edisani, një prej ateistëve të periudhës së Imam Sadikut, paqja e Zotit qoftë mbi të, pyet një prej shokëve të Imam Sadikut, Ebu Jafer el-Ahwal, Muhammed ibn Ali Numani, i njohur si Mu'min at-Tak, për arsyen e përsëritjes së këtyre ajeteve. A është e mundur që një i ditur hakim ta përsërisë fjalën e tij kështu? Pyet Abu Shakir Disani. Abu Jafer el-Ahwal nuk pati përgjigje dhe u drejtua drejt Medinës, pyeti Imam Sadikun, paqja e Zotit qoftë mbi të, për këtë gjë. Shkaku i zbritjes së këtyre ajeteve dhe përsëritja e tyre ishte sepse kurejshët i propozuan profetit të Allahut që një vit të adhuronte Zota dhe idhujt e tyre dhe vitin tjetër ata do të adhuronin Zotin e tij dhe përsëri ai të adhuronte zotat e tyre dhe vitin e katërt ata përsëri do të adhuronin Zotin e tij. Kështu zbritën ajetet e mësipërme dhe të gjitha këto propozime i mohoi, i tha Imam Sadiku, paqja e Zotit qoftë mbi të. Kur Abu Jafer el-Ahwal i ktheu këtë përgjigje Abu Shakirit, ai tha se kjo përgjigje nuk është nga ana jote, janë fjalët e Imam Sadikut, paqja e Zotit qoftë mbi të. Disa të tjerë janë të mendimit se përsëritja është për shkak se një herë flet për të tashmen dhe një herë për të ardhmen, që do thotë se as tani e as në të ardhmen nuk i adhuroj idhujt tuaj, por për këtë nuk ekziston asnjë dëshmi e jashtme. Tefsiri i tretë që bëhet për sa i përket përsëritjes është se në fillim tregohet kundërshtimi në adhurim, së dyti vjen kundërshtimi tjetër që unë kur nuk adhuroj idhujt tuaj dhe nuk flet për mënyrën e adhurimit që tjetë si e juaja, sepse adhurimi im është i pastër nga çfarëdo lloj shirku, duke shtuar se adhurimi juaj është një ndjekje zakoni nga të parë, ndërsa adhurimi im vjen si pasojë e kërkimit dhe e falënderimit. Por ashtu sikurse e thamë edhe më lart në hadithin e Imam Sadikut, pamja jashtë me ajetit tregon se kjo përsëritje është për theksimin e çështjes në fjalë. Ekziston edhe një tjetër tefsir i katërt që nuk duket mendim i largët, në të thuhet se ka një ndryshim të vogël midis ajetit të dytë dhe të katërt. Në ajetin e dytë thuhet unë nuk adhuroj çfarë ju adhuroni. Në ajetin e katërt thuhet unë nuk do të jem kur adhuruesi atyre që ju i adhuroni. Ndryshimi është, në ajetin e dytë thuhet ta abudun, adhuroni, foli është në kohën e tashme, në ajetin e katërt thuhet abettum, adhuruat, foli është në kohën e ardhme. Edhe pse ky komentim sqaron vetëm ajetin 2 dhe 4, por përsëritja ajetit të 3 dhe 5 qëndron me fuqinë e tij. 4. A është leje për adhurimin e idhujve kuptimi i ajetit lekum dinukum? Ndonjëherë është imagjinuar se ajeti i fundit i sures ju keni fen tuaj ndërsa un kam fen time, ka kuptimin e paqes së përgjithshme dhe atyre u është dhënë leje që të rinë në fen e tyre sepse ata mund ta pranojnë kur të duan fen islame, por ky mendim është tepër i dobët dhe i pabaz sepse ajetet e tregojnë më së miri se kjo është një lloj përqeshi dhe kërcënim që do thotë se feja juaj le të mbetet e juaja sepse shumë shpejt do t'ja shikoni vlerën. Kjo pamje është ngjashme me ajetin 55 të sures El-Qasas, kur dëgjojnë ndonjë marrëzi shmangen asaj duke thënë ne kemi veprat tona ndërsa ju keni veprat tuaja, paqja qoftë me ju, ne nuk duam shoqëri me të paditurit. Besimtarët në çdo kohë që të dëgjojnë fjalë të pavlera largohen nga aty, ata thonë se veprat e tyre janë për ta, kurse veprat tuaja janë për ju, ata nuk kërkojnë ignorancën. Dëshmi e këtyre janë qindra ajete kuranore që shirkun e konsiderojnë si mëkatin më të rënd. Allahu nuk e fal atë që bën shirk. 5. Allahu kur nuk ka bërë paqe me shirkun. Ajo që transmetohet në këtë surë është treguesi një të vërtetë që është tauhidi. Tauhidi nuk shkon me shirkun, janë dy drejtime të ndryshme. Gjatë rrugës gjithashtu janë plotësisht të ndara, nuk kanë asnjë ngjashmëri me njëri tjetrin. Tauhidi e lidh njeriu me Allahun, ndërsa shirku e ndan nga Allahu. Tauhidi është sekreti i unitetit në të gjitha fushat, ndërsa shirku është ndarje dhe grindje në të gjitha rastet. Tauhidi e ngre njeriu lart nga bota materiale dhe bota natyrore, ndërkohë që shirku e hedh njeriu në pusin e natyrës dhe e bashkon atë me krijesat e kufizuara dhe të dobta. Po për këtë shkak, profeti Muhammed, paqja e bekimi Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, si të gjithë profetët, nuk e pranoi asnjë sekond idhujtarin, por e paragjë më e rëndësishmja ishte lufta me idhujtarin. Edhe sot të gjithë duhet ta ndjekin këtë rrugë të drejtë dhe ta vazhdojnë atë në çdo vend. Kudo që shkojmë, të tregojmë që jemi kundër shirkut dhe nuk bëjmë kompromis me të. Kjo është rruga e drejtë e fesë islame. O Allah, na largo nga çfarëdo lloj shirku dhe vepre shirku. Cytjet e jo besimtarëve të kohës son janë shumë të rrezikshme, na ruaj nga kurthet e tyre. O Allah, na forco dhe na largo nga çdo e lig. Na trimëro ashtu sikurse profetin, që të mos bien pre asnjë propozimi prej shirkut. Amin. Ya Rabbel Alamin.